Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lam të mirë diabet, kjo recet I ka lënë edhe mjekët goj hapur, ja si ta përgatisni. Krahas shijes të tyre të athtë të ëmbël, thanat janë një ndër frutat më të veçantë medicinal me përdorim të gjerë në mjekësinë popullore. Fal vlerave të tyre fantastike për shëndetin, thanat përdoren në shumë kura të mira dhe të ndryshme për shërimin dhe trajtimin e disa sëmundjeve, disa prej të cilave edhe problemet me diabetin. Thana gjithashtu shërben si një produkt ideal për bazën e stabilizimit të nivelit të sheqerit në gjak. Ndërkohë, ne këtu do t'ju sillim mënyrat më efektive se si ju të përdorni thanat për të parandaluar diabetin. Kura me 15 kokra thana të freskëta. Thanat kanë një sezon të shkurtër, ndaj ju duhet të përfitoni sa më shumë prej tyre kur ato të dalin në treg. Për një periudhë 30 ditore apo edhe më shumë, rekomandohet konsumimi I të paktën 15 kokrave thana para vaktit të mëngjesit. Ndërkohë mund të përgatisni edhe kurën me lëngun e thanave. Për këtë kurë do t'ju duhet 1 kilogram thana dhe 2,5 litra ujë. Sasia e përbërësve rritet e bazuar në sasinë e lëngut që ju dëshironi të përgatisni. Lajni thanat dhe vendoseni në një tenxhere bashkë me ujin. Ne ju udhëzojmë t'i lini të ziejnë për rreth 1 orë. Më pas fikni sobën dhe përmes një luge druri shtypini frutat e thanave dhe vendoseni në një shishe apo kavanoz të qelqit. Më pas merreni dhe ruajeni këtë përzierje në frigorifer. Konsumoni nga një filxhan kafeje me lëng thane herët në mëngjes çdo ditë për një periudhë 30 ditore. Përdorime të tjera mjekësore të thanës. Fruti I thanës është përdorur për të ulur temperaturën dhe për të luftuar disa çrregullime të zorrëve. Thartësia karakteristike e këtij fruti e bën atë mjaft të dobishëm në luftën kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Thanat gjithashtu janë përdorur edhe për të kuruar nga diarrea. Thanat ju mundet që t'i ruani në frigorifer për disa ditë, përsa kohë I paketoni në një qese të izoluar mirë. Ato jetojnë më gjatë në formën e tyre të thatë. Ndërkohë, përdorimi I insulinës dhe medikamenteve duket I paevitueshëm për njerëzit e diagnostikuar me diabet. Me kalimin e kohës, niveli I triglicerideve dhe I tensionit të gjakut tek personat me diabet duket se rritet ndjeshëm, duke nxitur kështu edhe përdorimin e një sër medikamentesh të cilat shkaktojnë dëm në organizëm. Të dhënat tregojnë se një regjim specifik ushqimor I cili përfshin fruta dhe perime të freskëta është shumë efikas. Ndërkohë, regjimi I shëndetshëm ushqimor kundër diabetit do të thotë të konsumoni fruta dhe perime të plota ose të shtrydhura. Ne ju sugjerojmë që t'i konsumoni të plota, pasi sasia e frutave në lëngje është më e madhe dhe përpasoj edhe niveli I sheqerit. Do t'ju duhet një vullnet I çelikt dhe një përkushtim tepër I fortë për të konsumuar vetëm ushqime të gjalla dhe një kohësisht të pagatuara derisa niveli I sheqerit në gjak të ulet. Fal nivelit të ulur të sheqerit në gjak, ju do të humbisni akoma edhe më shumë në peshë. Ndërkohë, regjimi me ushqime të freskëta dhe të pagatuara do ta vini re se do t'ju transformoj. Në rreth 4 muaj, ju do të arrini të normalizoni tensionin, peshën dhe po ashtu trigliceridet. Të gjitha këto arritje ndodhin falës zgjedhjeve të shëndetshme dhe jo ilaçeve. Sipas të dhënave, një nga lëngjet më të rekomanduara është ky kombinim fantastik ku juve do t'ju duhet 5 kiwi,
Një grusht me spinaq ose sipas dëshirës mund ta zëvendësoni dhe me lëpjeta, 2 banane, 2 mollë dhe gjysmë litri ujë. Përgatitja: hidheni që të gjithë përbërësit në një mikser dhe më pas përzjeni së bashku. Shtoni ujin dhe përzjeni sërish. Pini rreth gjysmë litri të këtij lëngu në mëngjes dhe pjesën tjetër gjatë ditës. Nëse ndjeni të uritur, atëherë hani fruta, sallata dhe peshk ton, sepse trupi juaj do të ketë nevojë për vitaminën B12. E bukura e këtij regjimi është se ju nuk do të ndjeni të uritur. Truri dhe trupi e merr të gjithë informacionin që i nevojitet nga gjaku, ku edhe gjenden ushqyesit më të dobishëm. Ndërkohë, diabetikët zakonisht kanë kufizime të mëdha në ushqime dhe në mënyrën e tyre të jetesës. Shumë prej ushqimeve që ne mund të konsumojmë në një ditë për diabetikët janë të ndaluara. Këtu futet sheqeri, buka, prodhimet e brumit, madje edhe disa fruta. Megjithatë, disa prej tyre mund të kthehen në një kur të vërtetë. Këtu futen karrotat, të cilat sipas ekspertëve mund t'ju ndihmojnë në trajtimin natyral të diabetit dhe më konkretisht lëngu i tyre. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga flokët dhe deri tek lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karoten, vitamin A dhe gjithashtu antioksidant, fibra dhe njëkohësisht një sër nutrientësh. Ndërkohë, një karrotë mesatare përmban 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët gjithashtu thonë se diabeti i tipit 2 mundet që të mbahet nën kontroll falë vitaminës B12. Në të kundërt, mungesa e saj mund të shfaqë diabetin e tipit 2, ndërsa karrota do ju ndihmojnë që ju të merrni një sër vitaminash nga ky grup. Vitamina A nga ana tjetër është shumë e rëndësishme edhe për kontrollin e nivelit të sheqerit në gjak, duke e balancuar atë për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Fibra është gjithashtu e rëndësishme për të ulur dhe për të parandaluar diabetin e tipit 2. Si duhet ta pini lëngun e karrotës? Megjithëse ka një shije të ëmbël, mund t'i konsumoni pa rrezik edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do t'i ngrejë nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu, ekspertët rekomandojnë të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë, pasi ka nivele të mëdha karotenoidësh të cilët mund të ndikojnë në pigmentimin e lëkurës tuaj. Lëngun e karrotës ju mundet që ta pini menjëherë siç është, ta shtoni tek sallata e të tjerë. Përbërësit që do t'ju duhen janë 800 gram karrota, 200 gram mollë të kuqe dhe 200 gram mollë jeshile, 20 ml lëng limoni, 20 gram ginger. Pritini të gjitha në copëza të vogla dhe shtrydheni. Më pas ruajeni të mbyllur në frigorifer ose mundet që ta konsumoni menjëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët për te i diabetit do ju ndihmoj që ta aktivizoni sistemin tuaj tretës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit! Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.